Përshëndetje. Më kanë ardhur disa pyetje tjera nga komentet. Që shuj me thash ky përgjigjem edhe këtyreve. Pyetja e parë këtu. Si lartësohet frekuencia? Ashtu që shke dëshirë ti, mund ta bësh. Më kam thënë këtë disa herë. Për mu, për shembull, ngrihet frekuencia ku jam i qetë, ku jam i lirë nga mendja, kur bëj diçka që më pëlqen mua, kur enjoy shumë muzikë ndaj ditës, ngrihet ajo frekuencia, muzikë angelike, frekuenca angelike, ka lëllëj kështu si tip që mund t'i gjosh gjithkohën, tip frekuenca, shumë mira për frekuencën e për trupin e për qelizat e për gjitha, që kështu enjoy shumë muzikë. Jo muzikë tot Hollywoodit, nga 1 deri ke 50, unë këto si prek me dorë. Po muzika frekuence, muzika tjera, kupton? Që naqin e vlla. Provo, ka shumë si muzika angelike. Këllojnë ato kanë shumë si fusin gjendje të mira, ban mirë për trupin. Çfarë mund bësh? Mund gjosh në ndonjë, për shembull, video që baj unë, për shembull, duke pastru shtëpinë ose duke bërë diçka me ngju prapë në përsërit po të pëlqyen, se ty në dhe më mirë menje, a kupton? Ose kupton diçka në radhën tjetër se kuptove herën e parë, ose ti mund bash po ditë anglisht, ti mund shkosh edhe të pyesësh për të tjerë që kam për shembull ngjo, mëso, zbulo, shik të tjerë, se zbulohet trunja një kështu, kur e futi interesit diçka, edhe ajo do të krijohet, do ti, aty po e fut vëmendjen. Kështu mund gjosh edhe tjerë që kanë eksperiencë, sidomos këto që kanë përvoja afër vdekjes, që kanë vdek, kanë qenë vdekur sot kohë dhe janë këtu prapë mrapsh, që ka shur doktori për shembull. Edhe ose kanë ardhur vet. Edhe kanë shku ke bota tjerë, takojnë tjerë, a kupton, njerëz të vet, andaj ka lloj mënyrash, a kupton, duke ngju, duke dalin eksperiencat vet, edhe sikur si e për shembull, edhe mund të eksperiencosh edhe nga trupi, mund të dalin kështu eksperienca spontane. Se e gjendja mirë është natyrale, ai ligji i lojës nuk do ta di. Je i mirë ti, je i keq ti. Je i keq, ai do t'japë vetëm keqin, ai është gjini jot, ai të ulët ty. Do ti t'jesh me nerva, të krijon më shumë nerva ty. Do ti të shash, do t'japun më njerëz rrethana që të shash ti. Je zoti, unë bëj çfarë dush për ty thonë ata. Krijojnë ata. Ai krijon dhe veti, po. Që kështu me e vendos veta, kupton, çka ke qetë bash, ajo është frekuencia, edhe ta bash sa më shpesh, t'ja marrësh dorën, ta bash huq. Për shembull, ku jam këtë frekuencë, unë komunikoj shumë shpesh me botën tjetër, ndaj ditës. Ka lloj mënyrash, e kupton? Kështu me ka lloj mënyrash, ose për shembull po e diun që kanë qef njerëzit janë ndryshe, e kupton? Bajti që ke qef ti sa më shpesh, ndryshojnë ajo, po s'pëlqeu muzika, futi muzikë tjetër. Po s'pëlqeu muzika, fut për shembull në gjë tjetër që pëlqen, a kupton? Ose në gjë më qesh për shembull. Jo, po diun na baj vetën qef, futem vetën mirë, sa më mirë, sa të kesh mundësi, për vëllë dhe gjëra. Po qetësia është ajo gjë më e mirë për shembull, që di unë. Që ngrihet ajo frekuencia për shembull. Kur rrin vetëm për shembull. Ose kur fokusohesh në një vend shumë kohë për shembull. Ndodh diçka, kupton? Ka lloj mënyrash. Po rri qetë se, a kupton? Masi kohë këtë gjëra din vet, rrihet vetë frekuencia. Si për shembull unë kur dal natyrë, kur dal tani vetëm mirë, kështu pak a shumë. Po mas natyrës tani unë jam që themin e xham fare, masi kam qenë të sot kohë. Më duket vetë kohë, më duket kohë xham, vëlla më në farmajna.
sikur po e shoh kështu atë peshinën, po i shoh pa të pllakat, xham fare. A kupton? Se kam peshinë e pistë për shembull. Se kisha në mjes, krahasim. Ku shova nga gjumi. Për shembull, që do ditë të re. Kështu, edhe ku e merr dorën kjo forcohet tani me kohën, edhe bati farhuqi, edhe të shijon vëlla. A kupton ti, unë kështu e kam bërë. Unë kështu ti fshet në për video, unë kështu rri shumë kohë në natyrë, më pëlqen se një vetëm mirë, kënaqem edhe marr shumë informacione. Jam i qetësuar, nuk bezdis njëri. S'kam njerëz të afër, nuk i se ne je ku meditatojmë, ne jemi si ti baterie. Ose ku jemi kështu, i majmë dhe ndjenjat e njerëzve. Kanë për shembull ti mund të ulesh, ka njerëz shumë problema, shumë halle, shumë huqe. Ti i nin ato. Edhe sikur si kupton, po ti i nin ke trupit, edhe ti je bateri dhe bateria në si magneta, thithë njëri tjetrin, ne kështu jemi, me kimet të sferë. A kupton? Ti di vetë kur jemi njëri të mirë, ai ngrihet, e ndjen vetë mirë. Po ato rallë herë dalin shumë paka shumë, po shpesh njerëz janë dëshpëruar, kanë shumë probleme, kanë shumë stres. Flasin për çabat, aty ka shumë stres. A kupton? Edhe shumë vështirë me ngret atë frekuencën. Kështu veproj unë, paka shumë. Të cilët bluan të vetën, qa është mirë për ju. Po ka lloj. Kërce. Pa qa dush ti. Pyetja tjetër. Si mund të veprojmë për herë të parë kur dalim nga trupi? Çfarë të kërkojmë? Kur delti nga trupi, për herë të parë për shembull, atë të mirën që të bashti për shembull, se të qohështi nga trupi. Delti e shefim, e di që e ke trupin kërvat dhe e kuptosh që je jashtë trupi. Na herë do duket e pabesueshme. Më duket edhe mua 2-3 herë. Unë dile nga trupi s'po di çfarë bash, futesh prap trup tash çao bas me avesh, ose e kuptoj mas 2-3 ditësh. U bë kështu ajo. Aha. Me për tjetër, a kupton? Po ka dhe njerëz që për shembull që dalin nga trupi edhe eksplorojnë dhomën. Pa atë të mirën që kam zbuluar që ku del nga trupi, se trupi ka të magnetin e sferës prap fort për momentin kur dalin nga shkëlqyet nga trupi. Se po që afër rit thith prap mrap shpesh. Që kështu sa dalësh, po patë mundësi, si e kuptove pak, ik sa ma shpejt, dil ke dera edhe për shembull për qenë dhomë. Futesh ke kuzhina, vjen për çaj aty sopohe, ja një minutë kështu, edhe kthehesh prap mrapa, e shef vetën në krevat që ta ke kështu, 100% që e shef vetani, e kupton mirë fare, edhe mund të eksplorosh çfarë dush ti, a kupton? I me këtu vare, se shumica është ke kjo fusha parë, këtu ku jemi ne. A kupton, mund të eksplorosh tu. Shumica bajnë ashtu, ka dhe njerëz për shembull për fillim, varet çfarë misioni ke, ku je në gjendje. Sa ke atë energjinë e mirë, sa më shumë dur të hapen. Ato vendet për shembull, ku mund shkosh. Edhe këto ka të tjera, ose jashtë të universit, të konstruksionit. Mund bësh çfarë dush ti, a kupton? Varet ku jetë në gjendje, po si thash, nga atë mënyrë për shembull ku e shef trupin kërvat, kur kthehesh nga kuzhina, që e shefesh në kërvat, ani s'ka ma problem, ani ballxa dush ti, se ka ik ajo fillimi time. Me nuk thith ma trupin mrena. Vetëm po friksove ti, ose po bane kështu, super i gëzum, që mund ti kesh prap objektin në trup, për shembull. Por ndryshe ti nga aty mund të komandosh. Sa komandojnë, po nga që se kanë atë, nuk e kanë atë gjendjen ashtu që duhet me frekuencë që mund t'ikin ka ato komandat e që duhin këto, a kupton? Se nuk futesh vëlla, po që pati shumë gjëra të rëndshra ke sfera jote, që e ke rreth të qark, ke gjitha të mira, qija, ndjenja, nan, ba, kuptime, gjitha gjanat i ke aty. Po që e komplet sfera jote, në gjitha rrethanat, ku jetin këtë moment, ku ke qenë të qytetit e parë, po si e paka shumë kështu që themi ne, e mirë, nuk të hapen shumë dyra, kupton? Po, je prezent aty mund të eksplorosh tu ke vjen këtu për shembull, si bëjnë shumë njerëz. A kupton? Mund të komandosh. Po, ku je këtë gjendjen, komandimet nuk dalin shpesh herë. Komandimet kur dalin, kur je kështu që a kupton?
që kam kuptu unë, ku e do vlla edhe jo se do për kështu, po e do se duhet, jo se e do për interes ose për një gjarë, diçka që të eksperosh, a kupton? E këto komandimet, po, vin pak kështu si ma vonë, ku e me pak dorën që di komandon, në tjenë minë vlla ku komandon, që kjo do bahet para së mas, si kur e parashikon këta, është një farë vetdije, një që si ku e minti. A kupton? Është që me komandimin është si për shembull jo të komandosh, shoh unë do bëhet apo s'do bëhet, e kupton? Po është kështu si për shembull që du ta nish mëna për mëna ti këtë, pak a shumë. I bie si këto të futbollit për shembull, këto Real Madridi që luajnë futboll në Spanja. Këto për shembull. Këto e luajnë po thoj 37 skuadra. Këto e dini me që nga ato ke 35 skuadra, këto e kanë fitu me lojën para se më fut ke fusha, kupton? Edhe këto e din, edhe ato që do humbin pak a shumë e din. Që kështu panaj fitojnë gjithmonë ato. I bie pak shuaja, kupton? Ti sikoj minë vlla, se këto e gati ti që do bëhet kjo, para se më bë. Për të komandu për shkuna për vene kështu. Angelike të nalta, kupton? Mjeshtër aty ka dhe kështu. Këto që thonë të kojdin që kemi në Shqip, ka dhe kështu dragon aty, ças ka aty. Edhe këto janë shumë pjekëm, shumë zhvillueshëm, shumë të mirë. Po ne I bajmë teke në për firma. Edhe ato është I rrasi po na janë, është a kupton. Janë dhe manal. Ças varet. Që kështu varet me çfarë energjie je, a kupton? Po s'jeti afër frekuencës atyre. Sikur ti aty ti të shef se nuk jeni atë sinjal, a kupton? Kështu kërkon çfarë dush ti. Shive, çfarë bëhet, çfarë bëhet. Po s'o bë, bi për qarka të ku jeti, Allah, kërko këtu. Këtu mund të kërkosh çfarë dush ti. Ti ky vjen, çfarë dush ti. Këtu të bëhen. Pyetja tjetër. Kur njeriu ndërron jetë I pandriçuar, kur e drejton shpirtin në anën tjetër? Kush e drejton shpirtin në anën tjetër? A mund të shkojë në drejtimin e gabuar? Jo. Kush që di unë me këtë shpirtat e me, kjo mund këtë qenë shumë kohë për para, po jo, kjo është me kohë me, është ba para, po e di unë. Që 15 vjetë, po thë, që para 15 vjetëve, erdi kjo I farë si tip, që ka kuptu unë si tip, këto të mirët I me, I hoqën këto të këshit, që I kishin këto programat, që I bashin njerëzit, për shembull, që të riktheheshin prap mrapja, në rilindje, a kupton? Që I mashtroshin, I thoshin, shive që ke ba, që s'ke baj me, do të pagush atë, që ke ba keq, do t'i kish prap mrapsh. A kupton? Po I me ato janë kap, janë shpëtut I kapi nga policia dhe futën gjithë burg këto, a kupton? Nga këto të mirët I me, që kështu, që është pyetja, që kështu I me ku jeton jetë pandriçuar, a kupton? Ku si e zgjedh vetë kushon, është, që më ka dërgu mu, I me, është hap një kështu si tip dimensioni po thuaj aty, kur njerëzit futen, është kështu e madh si tip ato kishat e mëdha apo ja kështu aty, po është dritë komplet aty mëna. Është dritë komplet, vetëm dritë ka dritë bar, edhe aty rrin ato me sikur ambientohen, a kupton, që rrin aty soponi para se me shku nalt sa me ja kuptu vetën, a kupton, kush janë, ku kanë qenë, se a lëndu menja, a kupton. Është tip si tip rehabilitimi ajo, kur rehabilitohesh aty. Ose për shembull kur ke punu gjithë ditë në një lot, të vishim me të prej gjumë se është trupi, ja kupton. Kështu pak a shumë siku nga gjitha menjen, nga gjitha huqi, nga gjitha gjanë që ke baj, I parashikon, I shef, I logjikon, I mëson që ke mësu që s'ke ba, a kupton, edhe kur kosh ani që I tja I Zoti, gjithë gjana ato kanë teknologjinë ato banë kështu ato, po diun. Ku të shgati I robjani, që e kupton që I me jam kështu, që quhet. Gati, për shumë, e kuptoj që jam una I Zoti, e kam mendu se kam qenë këmi njeriu I me, e sqarohet për shumë aty dhe shkojnë aty nalë për shumë. Po s'do me thonë që ai për shumë e ka bërë këtë jetën me vetëdijshme, kupton? Gjithë gjanat që ka bërë këtu ai di marrë me vete për shembull me. Ashtu që kuptojnë
Po, ai pastrohet nga gjitha gjana që ta kuptoj kush është veç, muzikë asnjë, që kështu shkojnë gjithë shtëpi, nuk shkon asnjë as vend tjetër. Pa që për të më kur zbalohesh ti me, kur di ti me, kupton që atëherë, që sikur themi ne kështu me këto religion, që të falin gjithë ato gjanat e qijani, se ke qenë këtu për shembull, i ke pa, i ke trajtu, edhe i me, i vepron sa ma pak, edhe me kohën ani, si përbën ma fare, si ban ma, edhe i vedishëm, edhe atëherë shkon shtëpi si krenar, i zbulum që jeti zot para se me shku shtëpi, s'ke nevojë të vdesësh ta tregojnë ty ata kush jeti. Je zbulon të para kohë. A kupton? Kështu nuk shkon në drejtimin e gabuar. Se janë komplet me, po thuj, që ta them unë, e ke kështu valla, se dal drejt ndihmojnë aty, ka njerëz që ndihmojnë, nuk ka si punë frike, prandaj këto frikat janë gjanat e kota, kuptoni, kanë shpiftë përpara. Se s'kama. To e me për në qifën, sa këto janë ka për shembull, që janë, kanë nga këtu, që kanë ballë dhe pizluqish, po ka prapë që në qifën, anë e këne, që dalin këta, kupton? Se të bajnë qmos të kështu, pengojnë e të bajnë edhe, i kapin të tjetani, se a ba shumë me, po thuj, shumë dogana që s'vinë ma si për para, kupton? Ka reglaj me, e ka kap të të mirët, ka shumë kështu, po thuj, policat mirë nga gjitha të shtete, lëllë raca që kanë artu që, a kupton, që kemi thanë në ball, i me këto i me, po bajnë sa ma mirë që ta zbulojmë në vetën tonë, që barmin e kampionat, ata kapton, jo të pesin dhe për i tjetë, ata s'duan atë krenarin e jonë që të bajnë për në, ata duan që ta bajnë betnë. Ata s'ka nevojë për ne ti për ulim e tyrve, a këton ata shohin ato si fëmijë. Edhe pra ne ato në ajer nuk vinë, se tremimi ne, edhe bazë dhe ma keqe ajo. Edhe mund të pengohesh, a këton, që kështu ato e dinë se është ma mirë për ty sa ma shpejt, edhe bata në kohën e vetë, për shembull, a këton, që kështu asnjë s'bati gabuar, vaje ku jeti në gjendje. Unë për na i baj këto muhabete. A këpëtan, të njerëz dhe me që e zbulojnë këte ku që janë vetë me kohën, o këtu atje, do në kohën e një falimdejt, për të mos ka nëvoj për falimdejt, a këpëtan, në batë qefi. Që këshu. Pyetje tjetër, kur del për herë të parë nga trupi dhe nuk di ku të shkosh, a mund të ngatarosh dhe të mos shkosh në destinacionin e duhur? Jo, nuk ngatarosh në botë. Jo, nuk ngatarosh në botë. Atë ke ndihmë indirekte vëlla. Nuk ka është mirë me, ka shumë njerëz që ndihmojnë aty, që të binë të marrin, ndihmojnë. Kur bën ti të gjërat që i baj unë, a thon ti i rujtë më vëlla. Nuk keti ma, unë s'ti kisha thënë ato gjëra po të ishte kështu kjo ai që do të kapin e i mashtrus ose do të bante e i gjallë. Shpirtin asë gjatë se ka pas në Shqipit nuk ka bon botë e burë. Shpirti është e Zoti, ku jeti në botën tjetër ti sqarohesh pak a shumë, sidomos për herë parë, ku del kështu tamam. Të ambientohesh, të kuptosh, të dish, të bash i menshëm. E kupton. Kështu shkon në destinacionet e duhur. A kupton? Varet edhe ku je. Po. Pyetja, herën tjetër na informo për kontratet e shpirtit. Me kë bëhem kontratet, e ndryshon kontratat. Për me kjo, me kontratat, kjo është, du të shkojmë për pare me këtu, ne. Se ne bajtë po, kemi pas varë, për i me varë, tu ka lëllë agenda, është lëllër aliena që i themi jemi, ne. Ka lëllë rata shtu, tu qas batë me kontrakte me këshu, a kupton, kemi gjithë, lëllë agenda, është lëllë gjanash. I me këtë kontrakte, i me janë këshu, ti ku e zbulon vetë s'ka ma kontrakte, ajo është ajo, për një vend kontrakte që dinë dhe në atë kohë që ta bajmë i jetë tu edhe njëtë në kohë ta zbulojmë vetën. Ato janë kontraktet, këshu paka shumë, ku i kupton ti s'ka ma kontrakte ne. Po këshu që shka kuptu unë, për shembull, shumica njerëzve, kanë bërë shumë jetë, për shembull, për para, që kanë inkarnu, për shembull, njëjtin vend. Po koj, kërdju paka shumë, 50-100 km, aty ku janë, ndrojnë rollet, duke të çuditshme, po i ndrojnë i bajnë, a kupton? Unë të banë këshu, me ti të bashë këshu, ti të batë këshu, dhe lënë rolin këshu, vdes gjyshi, të batë këshu, dhe vi gjyshi janë i kismet si fëmis, a kupton, lëjë këshu rolle, zhvillohme këshu.
kapë me mirë njëri tjetrin, punojmë ma mirë njëri tjetrin që loja, bëjmë kontratë, dhe bëjmë kështu, dhe bëjmë kështu, dhe bëjmë ashtu. Po ti kupton vetëm ti del direkt nga kontrakti, se po shpotove ti shpotun gjithë tani. Të gjithë bëjnë çmos që çohet në njëri nga gjumi për të gjëra që flas unë, kupton? Gjithë shpirta që ta kuptojnë nga njëri kismet që ta zbulojnë të gjithë, ose ta zbulojnë vetë në vetë, zbulojnë dhe ne automatikisht tash. Edhe si mos zbulohemi këtu, i marrim të gjitha të mira se kemi ke fizik, ke ajo loja, që kemi ke art në grupe, a kupton? Ta bajnë ma shumë tjera ato dhe shijojnë dhe vetë në vetë, a kupton? S'ka nevojë të bunë gjithë jetën vdesin ani ta shohin ani, të dalë ke pota tjetër. Po ajo bëhet, s'ka problem, a kupton? Kjo prapë është lojë, nuk është ndonjë gjë e rëndësishme kështu për fundit. Po na duket shumë seriozisht kjo. Dashu është këtu. Që kështu, s'ka ma kontrakte me, këto kanë qenë përpara, kjo është ajo punja lojës për shembull, po ka njerëz prapë që i përësisin këto. A kupton? Pyetje tjetër, jep diare ujë me kripe? Po, na jetë tjetër, po, bahet. Unë kupi për shembull normalisht kështu, lëg, pak ashtu që pion normalisht. Hajat e dietin tim unë, normalisht s'kam probleme, kupton, s'kam diare. Kupi na herë për shembull që jam shumë nxehtë për shembull, pi litër dy ujë, në herë pihet shumë, për shembull 3-4 litër ujë. Atëherë mund bëhet si diare, por është shumë gjë e bukur ajo kur ndodh ashtu, se shpërlahet trupi, a kupton? Sa më shumë ujë me fish, sa më mirë bën për trupin, a kupton? Dhe shpërlahen, sidomos me kripën që t'i jajsh mikrobet, banet, runet, pastron, jep vitamina që do trupi, elektricitetin, energjinë, baterinë, të gjitha gjanat. A kupton? Trupi di vetë, bën vetë gjanat. Që kështu po, mund vinë ajer kjo diarea, kupton? Mund vinë ajer. Mund ka shpesher, për gjë e bukur, lijohet pastrojë trupi, hiqin gjithë ato mikrobe, toksikat, ato inflamacionet, gjithë gjanat pastrojë trupi, gjë me kullushme, të këtojnë në gjë e keqe, këto i kanë këtu gjitha mrap shkotoj. Po shumë pastrojë trupi, vajet, po pive shumë mujti, pastrojët mire. Edhe, për shembull, nuk s'ke nevojë me shku edhe shumë shpesh në vetore, se, a kupton? Je i majlirani, s'ka nevojë trupit punoj gjithë ditën trajtoj. Uji është 1 me trupin, trupi është 90% ujë, ku diun, 80 ca. Ke komplet ujë rreth e qark këtu ku jemi ne, ujë kudo veni ti ikësh ti, ujë ke frutat për shembull, aty ka mbi 90% ujë, që është 1 me trupin, a kupton? Si kështu me këto janë që del për shembull në ajër, apo po shpëlash, është mirë. Unë po shoh njerëz sot për shembull. Jo sot, po kanë pa njerëz, kanë gjumë njerëz që më kanë thënë që shkojnë ke doktori atje, i futen, është i parë tip doktori që i futi i psuru si Markush Hall, ke byta arsitua, si që bëjnë të lavazh makinat, ajo për lanë për mrena. Edhe e nxjerrin ato toksikat e gjanë që nga që hajnë lloj gjëra, a kupton? Edhe se nin veten mirë dhe pastrohen kështu. A kupton ti? Që kështu ças bëhet, po kjo është gjë natyralisht, ta dishin këto njerëz që kjo është gjë natyralisht e bashin kështu, pa ta s'dinë, pa ne shkojnë ke doktorat e bëjnë kështu. Edhe shpëlajnë trupin në këtë mënyrë, që dalin ato që mos toksohen, mos bëhet në gjakë, dinë çfarë mendojnë këto. Po kështu trupi është origjinal, bëhet vetë, e di vetë ato e formën origjinale, kur rrin ti në gjendje të mirë, i bën këto gjërat që i kam treguar unë. Aja janë për ta fut atë DNA-n, aty ku duhet, edhe me riprogramu, ashtu që duhet. Kështu trupi është shumë inteligjent, diçka bën vetë ai. A kupton? Ku kënë ti gjumë natën, zdiat vetë ku je, merë fryma, je gjalla. Ku që është mirë si trupi është qiqe. Në shef ti, bën vetë ai, di vetë ai, di gjitha gjanat. Pyetja tjetër. Çfarë gjuhë flasin atje në atë botë? Shumica flet telepatie, valla. Po ka dhe e di unë këto alenat që flasin shumë gjuhë, që kanë teknologji të forte, valla. Këto që vini këtu komunikojnë me njerëz që janë gati për të komunikuar, për shembull, se ka shumë njerëz që komunikojnë me këto. Që di unë. Edhe këto flasin valla nga
100, 200, 300 gjuhë, 50, 80, sa ti duhen këtyre, dhe sa ti qefen këto. E që kanë këto, e ke pati filmin ke Matrixi, atë Matrix filmin, e keni pa, ma mendoj, se gjithë e kanë pati për këtë. Ajo goca për shembull, ku do shpëtoj atë neon, ke ai pallati i madh, ke ai turizmi aty. Vjen ajo, do zoti mëson helikopterin ajo, ja ban atij tjetër e thot. Ç'është ta bajt këtë helikopterin? Futet kompjuteri. E një me ditë javi helikopterit kjo. E këpëtan, paka shumë ashtu të, i mësoj të shpet, se kanë teknologjinë e mirë, ato, e si kanë gjithë të pengimet gjana, që kemi ne, edhe jam pak, a këpëtan, ato jam që në fillim, gjendjet mirë, ato në majnë vetën mirë, rojnë shumë, ditë që të bajnë, ditë që punën gjana, së ne këtu në zdim, ne kemi arru gjithë të gjana, me kam su gjithë fundër të, po thoj. Pyetja çfarë gjuhe, po, flasin atë në botë, po pra, edhe kështu, edhe telepati, ma shumë telepati. Pyetje, po ty kush të ka krijuar, more Zoti? Po ty kush të ka krijuar, thotë, more Zoti? Ky për të mos është një kështu tipi xhamis ky robi këtu. Po unë kush ka krijuar? More Zoti. Ashtu që di unë e kam pa vetë. A këpëtan, unë e kam pa vetë, unë ka banë një një libër ke dora. Unë e di, për që më kam qenë ke shkolla vetë, aty ku kam suret. Ka kullu Allahu, had Allahu samed, lem yelid, wa lem yulad, te beti da bile hebin, wa te magna alhu. Me gjitha, këpëtan, unë i kam ba edhe këto, edhe ato, që kështu e shpekoj paka shumë me që s'pe afu s'kos fare, a këpëtan. Unë e kam pa botën tjetër, edhe unë e kam besu, kam menu se ka qenë një burë me mjekër, unë pranaj pas shumë për të. Po kur se kam pak të, kur se kam falë në erë me këtë. Po ku dola jashtë nga trupi e pash, që ne jemi ai krijimi. Besoje, mos e besoje, e di që është vështirë pra, ku i ke besu Zotit, ku i e buri Zotit gjithë jetën, po kur se ke pas Zotit me mjekët, se ke pi kafë me atë, flasë shumë që shkasu me të. Edhe normal të vla, edhe mu të shpresosh, edhe mu të ndjesh vetën keq, kur flasëm kështu, se e ke dash gjithë jetën, s'po thesh që të dush. Religioni ka shumë gjërat mira, po që kam thanë, hiqja frikën, që të bëhet kështu, po s'bane kështu, edhe dytën, mos i përulli tjetër. Kur në botë. Se ne kam pa vetë, kur del nga bota tjetër, ne jemi gjithë i saj. Ti, unë, shoku jotë, shoqja ime, ato tjerët, së bashku, e kemi vendasë dhe kërëm të lojën këtu, të ky veni, dhe kërëm të lojën, se jemi këtu naltë nime, dhe kërëm të lojën. I shu 13 veta nga ne, si ti dhe unë, e këto tjerë, që kjo bota që themi në bota, ne kemi vendasë, se 13 nga ne e kanë kriju këtë lojën, me në tjetë kemi me bedije vla, kemi artu me jeta marrë një eksperiencë. Se është shumë e veçante këtu, duket shumë reale, krijon familje, ka humje, ka lëllë gjanash, ka frikë, ka gjitha gjanat, a këpëtan? Vinë këtu e krijon të lojë, që këshu i me ti dhe unë, pëthuj. Jo ti dhe unë, po shoku jotë, ose shoku që në i tjetër. Shoku për shumë, e krijon të lojë, në erdhën këtu mrena, marrë një eksperiencë. Mund t'i shëtë ti dhe unë, a këpëtan, s'ka të baj fare, ne i misoj atje. Ne gjithmonë kemi ekzistojmë, e gjithmonë do ekzistojmë. Ku e kuptova tash, po çishë valla, që kemi kështu ne për gjithmonë ekzistojmë. Tha, kështu bëjmë këto. Edhe bëjmë lojën, i dukim njëri tjetrit si Zota, bëjmë Allahu, bëjmë këto tjerat, lloj gjanash bëjmë. I pash vetë që është vetë aty prezant, e kuptova vetë, niva vetë, a kupton? Prandaj këto Kuranet e këto kanë shumë historia të bukura, gjëra të bukura, po janë përzi, janë balamsh, po hiqja frikën ti këtyrve, edhe lutjen, ke një anësi, po ti mund ti për shembull, jo ti lutesh, po ti mund të thush, si shok e vlla, jo si lyps. Dundim, o burazer. Dundimer. Jo kështu të lutem unë ty se ti je më i madh se mua. Atëherë nuk punon në ligji. Prandaj se ka shumë veta që kanë pas Zotin, atë kanë pi kafë me Zotin. Po pravi besojnë Zotin, jetë për jetë. I që për ta thamë unë, jetë ti dhe unë e Zoti, o shpirt, nësë ta kam për të keq. Po zi që ta thamë ma këtë.
është vështirë, kuptojmë kur se ke pati, ju ke lutet Zotit për disa vite, edhe ke besu, edhe do, se ka shumë të mirë aty, s'po thëmë që ka të qia. Po hiqja frikën, komplet Zotave, se s'ka aty frikë, ka, i kam bak këto, ke kati dytë, unë i kam pak të kati dytë, ka shumë raca aty, ka 10.000 edhe qia. I me këto na mashtrojnë kollajt une. Na ka pas mashtru, po i me është ba ma mirë, se ka na shumë tjerë që ka na ndihmu. Po nese, aty fillon kjo, ato e kam ba librin e Zotit, e qonë atë ku dhim kush isha ai muzesi, që i muj ato, që shkretin Nal Kemali, tha, këto janë të fjalë, ato si ishin ke kati dytë, po i duken pisi Zot. Edhe ashtu shkruan këto, se quhen këto, religionet. U ban aty, u ban këtu, u ban atje, njëjta gjë, po ndryshe emër, ku të bjerë, fiksoj edhe lyti një tjetrit. Aty të piqet ta energjia, skema internet në boti. A ta prek direkt atë sinjalin, si ku me fut atë kabllin direkt ke uji. Maron drita, s'ka ma korrent. Gjup, fiket ai direkt. Si arsye, ose se fiket për shembull. Shkrepse, po e nes, ku të ke uji fiket ai. Ku i ke frik njani ti, që se ke pakur. Ose ku i për ullësh njanit që s'ka art aty të pi kafe, ke shtëpia jote. Që tu uli ta shohësh në sytë tuaj, bash muhabet. Që kështu ku del nga trupi, i shef gjitha gjanat është spektakël. Po nese, unë s'di qa tema, që kështu jemi ne krijuesit. Ne krijojmë të loja, ca loja, ka sa loja duka sa dush. I shoh kanalët e. Që jemi ne këtu i me, krijojmë këto, u futëm këtu, wow, do thonë që sham unë atje, do thonë, wow, që sham unë këtu. E që krijojmë të loja sa vërtet duket atje, wow. Gjithë njerëzit e besojnë ashtu, wow. Shifë këto që i besojnë Zotit e gjanat, wow. Shifë të tjerë që bajnë kështu, wow. Në shefe i ka kështu, fix fire, në jump. Që do të zemra jote. Prandaj ne jemi krijuesit. S'ka matje, ne bajmë këtu si Zot, i dalim janë si Zot. Si ai anxhellit, ato anxhellat. Tu janë vënë ato kanë dashuri shumë. Po për jashtë lojës janë si puna ime, si puna jote ato. Po këtu e ka marrë atë anxhellin që për këtë moment, në këtë lojë. Me ti mund të kesh qenë ti anxhell loja tjera përpara që si man men. A kupton, që kështu to për ulit e tjetrit, që i tjetër është ma di për ulit me një njanit, hiqe ato. E si ku ti të e Zotë, ma mos i për ulit një botë, se ti e Zotë. I bi muhabet, për s'ka Zotë, jemi ne i bajnë këto. Na delin shokët tanë si engjla, si, a kupton, ka dhe shokë që jetë të harumën, banë fantazma, shkojnë kështu, lujnë kështu dhe rolesh, a kupton. Sidomos të që lorët e këqia, këto s'ka shumë vedia të që batë atje që s'basë, s'kan këto atë internetin e hapëm, të kapën. Pranaj ato janë aty ku jam. Edhe janë si ti virusit, të kapëm në një par frekuence barabartë, të që kanë frikë, a kupton? Se e kanë kriju vetë me menjën e vetë, ne i kryujmë gjithë to që thënë këto spirits, ka dhe mjeshtra aty që thënë ka dimensione, ka këshu është 5, 7, 3, nga të rohet menja fare. Shumë thjeshtë vëlla, ti e Zoti, ti krijon me menjen, ajo menja është spirit që thënë të anglisht. A kupton? Të dimën, se të gjana, ne i kryojmë gjitha me menjen tonë. I bëjmë shumë reale, dalin atë, me menjen mu ta përdhosh diçka, vëlla, po e besove shumë të parë. Dele vëlla, se ti e Zoti e krijon, ti thon nga doli, po ti e krijove pa ditë fare. Ju, ne, ato tjerët. Si ke mashtru tjeti që panaj se e kemi atë fuqinë ere. A kuptoni? Ne krijojmë çfarë dush ti, po mënum se ka i shejtan, ne krijojmë shejtan. Ai ka shejtan sa dush, se kanë besuar ashtu. Ato i merr lujën ato nga si shejtana, ç'as bëhet. Ka lloj vendesh, ka lloj gjanash, ka lloj realitetesh se puna kësaj. Është cirkus fare. Prandaj na jam ku i them, unë do të riqet se a kupton se ç'as bëhet. Unë i them Zotit, më jep atë që duhet mua vëlla. Tru jetën time, tu ato që duam unë, që ta bëj punën time unë. Mos merrem me këto, se është aty, gjysh është aty, tamam cirkus. Sa kanë qef, unë s'ka qef e vëllat merrem me të gjana. E kupton, e di që janë aty ka lloj, po më e di gjysh veproj, e di kush jam. E di që më kam vetëm që më kam mashtru. Që më ka thënë kështu, kaq e vëlla. A kupton? Ai këto gjana krahasohen shumë kollaj, prandaj bëj muhabete për këto gjana. Nëse kam as për keqës për kështu, po unë kam qenë të shpjegoj vërtet, nëse ajo është. Për mua, edhe për të tjerë që kanë përjetu këto gjëra që i përjetoj unë. Që kështu pyetja tjetër, a je 100% i ndërgjegjshëm kur shpirti yt del nga trupi apo komandimi nuk është i plotë?
ai 100% ndërgjegjshëm kur shpirti del nga trupi. Varet. Po shkove ti kështu në gjendje sleep paralysis, ajo paralizim i gjumit. Po të futesh janë gjundje, edhe trishi qetë, kur të ndodhi ajo, edhe shkëputësh aty e 100% sa herë. Këta bashkë me atë paralizim, je 100% nga trupi. Ose ku je në gjendje shumë meditime, shumë bukur, shumë thellë, aty mund të jesh 100% nga trupi. Por shumë njerëzit nuk e dinë çfarë është ajo për parë. Asë besojnë, është vështirë me riprodhu gjithë ditë për ditë, kupton se ka punë, ka hallë, do bat kjo, do bat ajo, nuk ka kohë një për gjitha gjanat, kupton? Kështu s'është aq kollaj. Të kështu i me, po ku jeti kështu gjysë për gjysë, çerek për çerek, nuk del 100%, për shembull, se unë fillim, për shembull, që shifja po komandoshin dhe tjerë, për shembull, se kisha unë timonin në dorë, unë që të vip pasasheri, po mund të luaj edhe unë timonin në tyre, kupton? Në fillim, sa të merre dorë. A nuk e merre dorën, e kupton pak a shumë qysh aty, ç'a bëhet, ç'a s'bëhet. Edhe di vetan ti, kupton? Që kështu, po, këto janë ato dy mënyra që kam zbuluar unë. Mos ketë të tjera, pas më merr menja, po do të ketë, se ka lloj-lloj, kupton? Po këto kam zbuluar unë. Nuk kam gjuhë. Të dalë shu 100%, e të jesh në kontroll. Jo dalë 100%, të jesh kontroll e vëlla. Po aty shumë njerëz tremin ka ajo paralizimi, se kur lexon ke interneti thot largoju, dalin gjanat po ta çfarë shpresojnë, kupton se imagjinohet me kush ka pa internetin. Janë këto nalti orkestra, këto kanë një orkestra, i kanë politikanë, i kanë Vatikan, i kanë gjithë, i kanë në gjitha. Me këto firmat, me këto Black Rocket, Rothschild, e këto gjithë gjanat, kupton, është si tip kështu Mirimanga me rrjet Mirimanga e teknologjia që kupton, është si tip orkestra ato. Çfarë do të bëhet, ato i kanë pothuajsh pak a shumë to me ekonomitë e sistemet, i kanë pas, po i me po prishin gjitha këto. Po nëse, shu ka punu. Shu ka, pojta, ku je kojë lash pojtë nëmë. Po, ja. Po pra, që kështu del nga trupi ku e 100% janë e i vedishmë atëherë komandon po thu shkon ku dush. Ku i del 100% nga trupi. Ti mund shkon ku dush, po na njerë s'mund të hapen dyve, për shembull, po e ke shumë akollajani, se jeti ai sherifi aty. A ke shkuar ke tempulli i shërimit? Po, pra është ajo dhoma, ajo drita që tash una. Ato e kanë pa si tempulli i shërimit, ajo më duku. Ku futeshin njerëz aty kur vdishin për shembull, s'dishin kush ishin as vet. Ambetoshin, i vishin njerëz tani, këto engjëll ata njerëz të vet i merrshin, tani i çosh aty ku duhet. Nalt ke tifozët edhe shohin këtë. Ndeshjen e futbollit këtu me ne. Se janë, ç'a po bëhet, ç'a s'po bëhet, ku s'ne këtu me, haje, po na jep në lek. Kapton, ç'a bën ti kështu? A kupton, ne jemi këtu fare, ato janë atje kështu. Ç'a do bëhet, ç'a s'do bëhet. I tjetër thoi këtu, a ke shkuar në mbretërinë e Anunnakëve? Jo, s'më intereson. Po e di shumë që shkojnë. E di pak a shumë çfarë janë ato. Ato janë ke kati tretë, Anunnakët. E di pak a shumë i thujen pas buki futën fare. Si mund ta kuptoj që jam në ëndër? Si mund të kuptoj që jam në ëndër? Kur ndodh ndonjë gjë që ti normalisht nuk e bën këtu në jetë. Si për shembull, unë ta tregoj një nga përvoja. Isha në ëndër una, po bëja unë për shembull, e kuptova që isha në ëndër, se po bëja gjëra që normalisht nuk i baj kjo jeta këtu. A kupton? Ti ecën shtremë, vepron një farë si ne i farë kështu, që a kupton si jem rregull. Bën gjëra kështu valla që nuk përshtatshën ty normalisht, se ti kupton tani, se unë po punoj edhe me këtë, a kupton? Që unë jam kështu pak si ujku, ha, çfarë po bëhet? Edhe ku kam gjuhë, po, a kupton?
Unë pres për rastin që të kap në gjë, kupton, për shembull ëndër, kur kuptoj vetëm që unë po baj diçka që s'jam rregull, a kupton? E kuptojani, mos jem në ëndër i them vetes tani, e kuptoj që kjo s'është rregull, kjo që po baj unë, ky veprimit e këto që shpejt si unë shtremut kështu, a kupton? Unë këtë i dallon ani edhe shumë ta kapësh për shembull, e di që je në ëndër, a kupton? Bën diçka që normalisht nuk e bën. Kjo është një kështu që mund ta që ta kuptoj që jam në ëndër. Tjetër ato, çfarë duhet të bëj kur kuptoj që jam në ëndër? Çfarë mund bash ti kur kupton që je në ëndër? Ato që bëj unë për shembull këtu unë ose fokusohem me i vend shumë kohë, po e di që je në ëndër, fokusohem me kënaj fargjaje, kënaj gurë, se kënaj varet ku je, e kupton? Shif në gjatë aty që të fokusohesh ka jo për shembull, e kupton se hapet ambienti. Po ajo më mia që kam gjetur unë është ajo për shembull që se kjo na jep punon, na jep punon kjo fokusimi. Po kur i tun durët për shembull, kështu. I bën kështu, ke 30 sekonda. Ose deri ku të zhduken durët. Po të zhduken prit për 30 sekonda. Po të zhduken durët i me, dhe e kupton që je në ëndër. E kupton? Kur zhduken durët. E kupton? Se i me nuk zhduken durët. Aty të zhduken durët. Edhe kupton që je në ëndër. Edhe nga ty për shembull kur kupton mund të komandosh, a kupton? Unë komandoj që të jem prezente, valla, direkt, se dijani që je në ëndër, me 100%, a kupton? Unë komandoj që të jem 100%. Ti je me ai Zotin aty, je dhe dirme, a kupton? Gjithë gjanat po ulën ty të banë ty që është dush ti. Edhe nga aty ani o komando, o shife vetë që bëhet me ty, ku je, që pëndin, që përshep, që po ban. Si mund të përdor atë moment për të dalë nga trupi? Po pra, komandon, ose mund të qosh intencionin me në vend, po fillim, thuj komandon që du t'jem prezent, se je prezent, hapet gjitha gjani, varet që delani, ose komandon t'ikish me në vend, ose mund të vish edhe prapë ke trupi, fizik, po trupi është në gjumi me, po ti do jesh në gjendje paralizimi, kjo është shumë e mirë. Që i meti, kur vjen prapë të trupi, ti je i qut, a kupton se ke komandu që do të jem prezent. Je vjen ani bash për shembull, ose prezent ke trupi ose aty. Edhe nga trupi ani për shembull, trupi është në paralizim, a kupton? Ti e kupton ani që s'lunës ban, vetëm trupi është gjum. Ani nga aty mund të komandosh ku t'ikësh, ose del nga trupi për shembull për jashtë, edhe ikën. Vjen nga ëndra, merr ke trupi dhe del, a kupton? Edhe ashtu bëhet. Ose mund të komandosh. Varet edhe prova dhe gjëra që të bën për ty. Po di tjetër të kësë shpyti për mora ashtu tash, se ka të baj pak. Për këto eksperjenca dimensionale kam dëgjuar shumë video në gjuhën gjermane. Por tani që ju dëgjoj ju në Shqip, po ndihem edhe me krenar që janë shqiptar. Edhe më bëhet qefje vëlla. Ne jemi të gjithë krenar. Faleminderit mburën që ju kemi. Ju lutem mos u ndalni. Jo, se kam ba me ndalën. Faleminderit. Gjatë një ëndre e kuptova që isha në ëndër dhe se trupi im ishte në gjumë. Ka qenë në momenti me entuziastit e jetës time. Po, i falenderoj Zotit, por edhe vetën time për këtë mundësi. Po, mba qefi. Shumë mirë që për kupton gjërat. Vazhdo. Eksploroj vetën tate. Edhe më shumë. Tjetra është pyeti nga Valbona. Nuk mund të meditoj ullur për orë të tjera, por ecë zbathur në natyre. Kjo thot, nuk meditoj do thot, duke ullë për orë të tjera, por ecë zbathur në natyre. Oj Valbona, po ti s'ke nevoj të rish këshu, valla, që shporri unë me. Nuk meditojt shu, rish të ri, kjo meditime. Ose po neti shu, po da me të runin të risa ma qetë, mos në gjë këto gjëra që të njerëzit do të rish këshu, do të bashk këshu, ose do të rish këshu. Këto janë kone babaqemas, ku s'kan dit njerëzit, da që kan dit, da që kan ba. S'ke nevoj të risi puna ime me këshu, kjo është meditim për shembull. Po ku ta bash praktikën do të rish shtri, atë me dal nga trupi, do të rish shtri aty, këshu. I kërvati, qetë. Me dje që të po bani praktik me dal nga trupi.
ose i meditim thellë me marrë në një eksperiencë, diçka, a kupton? Ka lëllë mënyrash që ti mos rri ullur ku ba meditim, rri shtri. Unë shtriri, unë i baja të fillim se s'dija, pa ku i pash unë, që s'kam pa. Po ti mund ta bash dhe kur rinë krevat, po rinë dhe kështu, s'është në gjë e keqe, po shtri është kështu për qef, që shkëputesh. Ose edhe më i rahatshëm trupi e vlla, çdo trupi do ri kështu vlla, ç'të forcoj unë. Po i ke mos i gjok këto që thonë kështu. Pa i di na ç'bajnë njerëz, e kupton? Të ças kapën, ças i thojnë, e kupton, s'kan qenë vetë, ta shohin vetë. Por ecë zbathur në natyrë, po mirë është, pa domethënë që do të bëj milioner ose do të bash ti kështu eksperiencë për ditë, që nga që shkon zbathur. Po është mirë, ajo është një, edhe ajo është një vegël. Ja dhun. Zbathur jam. A kupton? Ku jam këtu? Se kapesh me tokën. Është gjë e mirë dhe ajo. Normalisht ti do të kesh gjitha veglat ato, se unë i kam thënë, gjitha gjanat punojnë kundra neshtu. Çfarë mund të jenë? Ja. A është kjo e mjaftueshme si praktike shpirtërore? Po, me baj që dush ti, që ta kesh më mirë ti. Po ti s'ke nevojë të bash të jetë të trumë, ti me baja për qef. Unë kur fillova me metimin fillim, a kupton? Unë pëlqeu, a kupton? Po një vetë më mirë sa herë që baja. Edhe tash të e baj si huq. Kaq. Baja atë që përshtatshët ty. Ti mund bash atë që ban gjithë gjana gjithë ditën ti, po rri sa më qetë sa më mirë. Edhe ndagët, provoj ato frekuencat e kështu ditë për ditë me kjo do pako më ushtru me më marrë dorën, se s'bajnë ato majna ditës, me shumicën. A kupton? Po t'ish në një gjendje monki që rrinë atje, që rahat, qetësi, ai e ka më mirë sferën, ai, a kupton? Ai nuk ka i lajme Netflixa, chipsa, gjanat kota, që e që ditë menjën, a kupton? E ka menjën e qetaj, e ka ma kollaj. Pyetja tjetër, prej disa kohësh më shfaqen imazhe brenda në shtëpi. Çfarë mund të jenë dhe çfarë mund të bëj? Pa shumë gjëra bukur pa të imazhe, do të thonë që ti pas ke i farë zhvillimit mirë aty për mëna, që i shifi këto gjërat. Po shumica njerëzve këtu tremen, a kupton? Ti çfarë mund bash? Ti mund të rish qetësi, observoj, a kupton? Provoj me të njëjtën gjë. A kupton, ba pyetje. Trego ku shetuj, e kupton? Ose komando. Ose rri qetë për shembull, ose çfarë mund të bëj, çfarë mund të jenë. Ato janë gjëra që çat janë çat dojnë, po ti ku i shef ti më thënë që ti je shumë mirë aty, ti mund të shohësh to, a kupton? Edhe mund ti observosh mia energjinë çka kanë, a kupton? Ose trem, rri qetë, rri kështu neutral pa të mundsi. S'kan çat bajnë ty ato kallojë gjanash për dall. Ku i shet të gjanat, me thënë që ti je pak shumë si frekuencë nalt, ku i shet të gjanat, a kupton? Që i kap. Kjo gjë e bukur, ose keni pak shumë mëna për mëna që ke marrë nga jeta përpashme, që ke pasur për shembull, edhe me po zbulohet pak ti jep shenja për shembull, ti tremesh tani edhe bllokon. Ta dishi me punon me këtë, edhe zbulon tani, edhe komunikon me këtë, edhe mund të ndihmosh edhe të tjerë për më vonë, a kupton? Shifje çka ka s'ka, si dihet, mos ketë ajo pasioni jetës sate kjo. A kupton, ka lloje mënyra. Ku e zbulon vetëm më shumë i kupton të gjanat, ja merr dorën, flet me ato si flasin me këtu të dy. Për shembull. Pyetja tjetër. Provaj. Okej, se mi para faqja këtu. Prit pak. Shumë nga shumë. Na falë se mu miku e faqe. Ja e gjeta këto.
Pyetje tjetër. Shumë mentor thonë se mishi ul energjinë, ndërsa ti je pro mishit. Se mendon ndryshe? Shumë mentor thonë se mishi ul energjinë. Që ta mund të, unë kam pa vete. Po e di unë kanë ikë të kanë dalë nga trupi të mentorët, as kanë ika, e kanë pa vete, kanë zbalu vetë. Po ti mund të trosh me gjana tjera, po i patë gjana që ti se ka dhe mënyra që mund të trosh edhe me lloj gjanash, a kupton? Se ka këtu lloj gjanash. Se më thanë që a kupton, unë kam zbuluar ata që më kanë ndihmuar bolla tjetër, ta zbuloja për të jetuar sa më mirë me qysh janë gjendjet. Se ka dhe gjana tjera për tangë, po shumica nuk është ushqim ajo që han ti. Ti shko në supermarket, shive vetë për komplet kartonat, komplet gjanat. Ajo nuk është ushqim, është ajo farmacia e atyve, Rothschildeve këtyreve. Që shkon poshtë tani, ke këto tjerët, edhe hapin të farmacia të mëdhaja, për këtu nalt. A ba mua beti me ko. Edhe me ju qashani, ja këpton? Edhe thojnë në një njerëzi për shembull, mishi është i keq. Edhe me shive që ushqimi ke për jashtë. Unë e di që ajo një shpruti, mishi është gjë vdekme, nuk është gjë gjallë, po qysh është muhabeti me, qysh është loja, qysh është në gjendjet, kjo është ma thjesht, mishi ka të gjitha gjërat që si kanë këto tjerat, edhe shumë nga të tjerat nuk bëjnë mirë, ato mendojnë se i bëjnë mirë, se janë mashtu nga këto nalt, kur bëhet diçka kështu mentora spirituale, ose kjo new age, ajo koare spirituale që thonë këto. Aty ke pozicionet e shepit, aty janë komplet to, ke katë dy që i kanë organizuar njerëzit, pa to bëjnë sikur janë kështu spirituale ato janë ato mashtruesa, kupton? Edhe këto që i shefti që bëjnë kështu yoga, këto vishin kështu me doptit e që s'hajme të kështu gjanat, a kupton? Zarzavate. Ti shifi e këto që shduken. Ato duke mu si kuj merera, ato du ndikin me gura në gjep. A kupton? Ato s'din, ato s'kan qe ke bolla tjetër. Ato kam su nga këto indianët e nga këto tjerët e që menoshi për para trupi nuk është mirë, pengon, këshu. Se ato s'dishin që me trupi tjetër magjik. Se u kavë me shpirtin ato e kupton që s'është trupi, edhe përdoshin trupin keq. Sa që janë të petlla dhe atyve, ko di unë. Qysh se pas kanë zbuluar ato që trupi ishte, i me thojnë që trupi është i mirë, po i me të që thanë me koti. A kupton, do ta marrësh trupin ime. Po me kemi edhe këto magjie, edhe këto gjana, ta kupton? Ke trupi, i kemi gjitha gjana, po deshin ti përdori tu. Për shembull përpara s'ka pas nevojë ti përdori, se s'ka pas internet. Ti tregonte njerëzve ose ndihmonte njerëzi. Njani banonte tu, ti banonte atje matan. Edhe s'kishe ti ke nga shteti kështu kollaja në atë kohë, a kupton? Ku ishin këto, që i ban këto gjanat. Po nëse ku ka ndryshuar shumë, a kupton? Edhe religionat ishin mirë për atë kohë. Po i mes janë ma ka skadu. Kaq, ka ardhur po njerëzit çoni me kemi lut lojën në boll ma, edhe është më komo çua vlla, me shiu vetën edhe anim me marrë tamam me ik shtëpi tamam, si njëri. Me ik me njëri tjetër, në gëzum. Ashtu që s'duhet. Po unë kam pa vetë mishin, që kështu të mentorat i me, mos e di, ato s'kan qenë jashtë nga trupi ta mund. Ato s'kan qenë, se do kishin pa jetën gjatë që shoh punë, sa kur delti atje i shohin gjitha gjanat e saj. Është komplet ajo i saj për gjithë. Qa dush ti shtyp për atë, do dali. Po i me për që ne vend njëri, pa të këto gjithë qa duhen ty, këto farat e këto kikirikat e të gjanat e të ti merë dhe më ato, unë s'kan kopa ato vla, unë duk shu pam, sa ma mirë, sa ma bukur. Që të trojsh sa ma mirë, sa ma shëndet, sa ma i fort, sa ma i fuqishëm, që të bëj praktikat e mija, edhe mishe shumë për nervës, për sistemi nervës. A këptan, i kish bashti, me menje, me shpirt, me trup, ti e këshu e vla, i pakapshëm, nuk merë një me të imani. Po, ate kanë zvolluar, po... Zdi që thëmë për tjera, këpëton, se ka shumë që thojnë këshu, ka thonë që thojnë shumë. Panaj në ajerë edhe ke komentet shumë. Ka shumë mjeshtra, që thotë batë shu, ja, nuk është ashu, po mirë shpirë, ti din nga trupi jerë, edhe hajde flasë më një. Mos mëmë ato libe që ke ledzu, a këpëton, që i ka shkuj tjetëri. Tjetëri ka pësu nga tjetëri, edhe asë njësë këta nga trupi. Ka thënë që ka thënë këtë tunal, paka shumë. Ose që kanë zbulu vetë, me që kanë një, që kanë ba. Po s'kanë qenë 100% për jashtë, ta kuptojnë. E ta njën, edhe ta shopin e ta kuptojnë. Ato e njën e kuptojnë, për edhe ta shopin. A është këshu, apo mos e përzimit e tjetër, se ke menja i përzim gjanë në njerë.
Po nesër, unë kaq du. Thotë tjetër këtu, unë doja të bëja një pyetje që besoj intereson shumë shqiptarëve. A do keni luftën në Shqipëri, si do bëhet me keq nga çfarë është tani apo më mire? Besoj se do na thuash diçka që ke zbuluar ti vetë. Po më që kam zbuluar unë. Na i luft shu s'kam pa. Po unë se ve me shumë këtë gjërat, e them drejtën, e kupton? Unë jam kështu, piano fare. As dyta di çfarë bëhet. Unë e kam pa marrimin e kësaj loje, unë di çfarë bëhet. Po këtë që po thotë me, kjo është si pyetje si tip kështu, rrim me frikë çfarë thonë çfarë bajnë to. Ai thonë si më çfarë merresh ti. Do brat ti do bëhet ajo. Kjo është një me ditë, po mos i fut thellë ty gjana se po s'do bëhet asë gjë, ashtu që kam pa unë me kohën, do bëhemi komplet në një shtet. Komplet shtetet. Do bëhemi një shtet. Të gjeta ca kopak, të zë shumë. Do bëhemi një shtet tani, e do vi koni, ku s'kemi as nevojë për lek, po i me për momenti kështu, po thasë pak më gjatë, po është i me për momentin është kështu ajo që shumë nga këto që kam pa unë, që di unë, që më kanë thamë, që kanë zbulu, të filloj ajo kolapsime, do bëhen dhe ikin gjithë gjanat, shumë banka do ikin na fare, do bëhet keq fare, kështu, do trejme shumë njerëz, a kupton, se i kanë besu këtyve, do bëhen ka potenciale që të bëhen, a kupton, po i gjatë që t'jun kështu me sigurisht, i me për momentin është ajo sermi, po patë serme, kështu gjana, po patë lek, ose na i serm që shpija mos e shit, po patë në lek, kështu t'gjesh na i serm në i gja, se ka përshku shumë nalë të kam pa unë, sermin. A që që kanë zbulu unë. Për lufta kështu, ka lufta sa dush, kjo lufta që bëbat me Iranin, kjo nuk është për, kjo është për, ka portallane nga Irani, ka shumë kështu, po thuj këtë thonë të djallët. Ka shumë energjia këqia ne që përdojnë të shtetet, a kupton? Bajnë, s'bajnë, këto energjiet nga të dytë, që kanë orkestrën, nga s'merë, nga s'bajnë këto. A kupton, ka pas shumë me që me, po thuj këto të njët të zinë, ma atojt, me edhe kyt i miri, me po thuj në do bajmë gjithë Amerika. A kupton? Që do vi, më thamë se do vi edhe sistemi rime, kur leku, jo i me, po jo shumë ko, kur leku s'do jetë ma për shembull problem, do kesh kohë sa dushën i. A kupton? Kështu kam zulu paka shumë. Edhe luftat e me, gjitha gjana do marrojni, me që për shefti që pa arrestojnë shumë gjëra këto, nga këto, që do dalin këtoje, këto të politikanët e botës, kapen, futën a për burgjet, arrestojnë shumë veta, jo të gjithë, po shumë. Të qojnë njerëz tani, do banë shumë lloj gjëra, apo ju shihni vetane. Me për këtë po dërancojnë për shembull këto vaksinës me, se i kanë paqe, kanë qenë mashtrime. A kupton, i me ka shumë njerëz që janë smund, që kanë vdek. I me çfarë do tuti, do rri njerëzit qeti me. Do vinë ato gjykatat i me që më ka ba du kompensacion për këtë vaksinë që më kanë dha, a kupton, të i me i din këtë gjanë, do të bajnë një sistem me që ndihmoj njerëzit, çfarë s'bëhet. Po unë, a kupton, që s'ka baj fare me mua valla, këto janë gjana që bëjnë njerëzit, që duan show, që duan dalin këto gjanat, që sheshi para se më besu që janë më shumë, se janë shumë thellë në gjumë, a kupton, du dalin këto gjanat në njerë, që fiksohen që i shofi atë nana baba, që mendon këto ishte presidenti ministri, që është nana baba. A kupton, kanë qenë aty për ty, këto i me do dalin, do arrestohen shumë, do fiksohen njerëzit. Edhe disa njerëz do kenë kështu i me në këtë kohë, sidomos këtë kohë i me, që kanë për të pas të përvoje jashtë vdekjes, se ti se di çfarë mendon njerëzit. Po t'ikin lekën gjithë nga bankat, çfarë do thosh tani? Ti këtë petlla, sikur do vdesësh, vëlla, do bin fik. Kështu shumë njerëz me kanë për t'ikë në botën tjetër.
kam gjuhë, po ashtu ndodhi dhe ke Covid, shkun shumë. Edhe i merr është ajo që të thonë kjo, koha që të jetojmë në si Floria, kupton, me njëri tjetrin. Ku janë gjëra të mia, për shembull, të shkojmë në punë gjithë jetën. Se me bajnë me një vit, 2 vjetër, e kupton, pak a shumë. Bahet, s'ka kohë këtu ku isha këtu me kohë, po thuj është afër, e di ku është afër, pak më larg, mund të bahet, mund të s'bahet, se edhe mund ndryshojnë gjëra, po këto që janë afër që po them pak a shumë, po është komplet që thonë këto. Chaos, anglisht, është barumuj fare me. Shumë gjëra do ndodhin, shumë njerëz do marrin ato forcat e veta, sidomos ne që merremi me këtë punë. Më kjo më intereson më shumë. Këto gjëra të një ditë që bëhet ai spektakli, gjithmonë ka qenë ashtu. Po kështu na i luftu Shqipëria. Unë sa se kam vënë vëmendje këtë gjëra. Unë e di që ato më tregojnë kështu na gjë, son komunikojmë ato shpesh. Ato më komunikojmë po ti na gjë, unë se lot më me janë gjekte atë gjëra, unë i kam lënë këto gjëra. Të kisha qef kuzdia. E këtan. Kështu s'kam pa në luft në gja. Sidomos e të Shqipëri, po do dalin gjana tjera, për shtetet tjera. Kështu është një kombinim kjo. Ka të bajde shumë për shembull për këto. Ka të bajde me këto këtu nalt, edhe me këto këtu, ka bajde me lojën, me energjia të për shembull, a kupton? Për shembull, ka dhe këto kam gjuhë që ka dhe kështu energjia, për shumë keqe, ke toka. A kupton? Që i varrozin njerëzit me frikë, me kështu, i bajmë të sue, të mallkime, që ta majmë shpirtin tokë. Po këto e kanë për të mirë që ta çojnë ke Zoti menojnë këto, por këtu nalt kjo është punon kundërtën. Ato njerëz që i varrosin kanë kështu energji të keqe të shumë, e kupton? Edhe nel pak e toka, edhe ku janë shumë këto gjëra që janë tokë, që janë gopos, edhe kjo krijon një farë energjie kështu. Se është, po thuaj si janë gjithë gjëra si gjallë, a kupton? Edhe krijon një farë energjie që mund ndodhet në një termet ose në një vulkan e kështu. Kështu njerëzit që unë kam zbulu vetë, unë nuk kam menuar kështu si ka qenë drejt, po ma mirë ti bash ato për shembull ti njerëz që vdesin ti fuzë kështu ti degësh atë mashinin si për shembull, a kupton, është më mirë se sa më fut i varrezat. Në aq di imazh bëj më shumë kemi bëj tjetër, çfarë dim ne. Që këto jo nga ne, por nga gjithë shtetet tjera. Unë s'kam pa gjë për Shqipërinë. Po kanë ca shtete tjera që do ndodhin diçka kështu e kështu. Jo nga Shqipëria, unë s'kam gjuhë gjë. I kështu për le këtu pas u bakje jo ore ca. Pa shu, po pa të pyetje për të pyetjet, shkoni poshtë edhe ta gjejon kohën dhe ja bëj një vit tjetër. Kështu ju uroj një ditë të bukur. Mirupafshim, edhe ajo me sermën, nuk është ajo që thonë të financial advice. Ju bani që doni, po mua shumë ka treguar që do ikin ajër. Edhe më nalë se Florini, po sikur gjëra do shkojnë prapë këto që kanë qenë përpara. Edhe disa nga këto kriptot për shembull mund bëhet mirë, disa, po këto do mbrohen nga këto, nga sermi se sermi duhet edhe për robotat duhet edhe për këto, kur vini me këto alienat me teknologji që do bëjmë ne që mund të shkojmë edhe në përbota tjera. Çfarë do bëhet? Edhe për çfarë me të kriju, për shembull do bëhet një serm për të kriju gjëra, edhe një serm si tip leku. Do bëhen dy ato që kanë kuptuar. Po sermi ka për t'i knalë. Kështu në çmim. Edhe do vi koha një mas këtyreve ku të bëhemi ne me lekë mirë që s'ka ma për da për leku. Po kështu do bëhet, them se shumë njerëz se di me ka varet kush je kush je, mu këto është tema së të më interesojnë ndaj shumë, po e di që gjithë njerëzit kanë vujt nga leku, por mund kënë gjithë hajnë pinë të jenë të mirë, aq ka mundësi. A kupton? Po nesër, secili ka të vetë. Që kështu këto janë ke agenda që kanë parë, kanë treguar, kanë zbuluar. Shumë mirupafshim, shihemi në videon tjetër.